Peter Beyer, deputeti gjerman i CDU-s, zhvilloi një takim me kryedemokratin Sali Berisha në selinë e PD-s. Beyer, në fjalën e tij, deklaroi se reforma në drejtësi ka rëndësi për integrimin europian të vendit tonë. Ai theksoi se duhet transparencë dhe qasje e hapur ndaj sistemit gjyqësor në Shqipëri. Diskutuam për procesin e integrimit europian të Shqipërisë, një vend që shpesh herë përmendet si një nga vendet kryesuese në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nga këndvështrimi i Berlinit, ne shohim gjithashtu disa sfida dhe zhvillime të fundit në këtë vend, veçanërisht sa i përket çështjeve që lidhen me sistemin e drejtësisë. Unë personalisht e kam shoqëruar ministrin e jashtëm të Gjermanisë gjatë vizitës së tij në Shqipëri në muajin nëntor. Gjatë asaj vizite, ne vizituam edhe Spakun dhe zhvilluam biseda me disa përfaqësues të tij, si edhe me anëtarë të qeverisë. Në diskutimet tona, kemi trajtuar disa nga sfidat që ekzistojnë. Unë përgëzoj Partinë Demokratike të Shqipërisë, që qëndron fort për vlerat dhe parimet themelore, si dhe për kriteret e Kopenhagës. Këto kritere nuk janë shpikur për të detyruar apo për të ushtruar presion mbi askënd, por për të qenë shumë produktive dhe shumë të dobishme për shoqërinë dhe për qytetarët e Shqipërisë. Këto ishin disa nga pikat kryesore të diskutimit që patëm. Një parti demokratike e fortë dhe një opozitë e fortë janë thelbësore për të ardhmen e demokracisë në këtë vend. Prandaj, ne shtrim një dorë bashkëpunimi dhe ofrojmë mbështetjen tonë. Diskutuam gjithashtu se çfarë mund të bëjmë më shumë për të siguruar një perspektivë shumë të mirë dhe një të ardhme të mirë për Shqipërinë, për popullin shqiptar dhe për sistemin politik të këtij vendi. Kjo, sigurisht, lidhet edhe me nevojën për një qasje shumë të qartë, transparente dhe të hapur sa i përket sistemit të drejtësisë në këtë vend. Për këtë kemi folur dhe kemi shqyrtuar se çfarë mund të bëjmë më shumë së bashku për përmirësimin dhe për të mirën e qytetarëve shqiptar. Kreu i PD-s Sali Berisha tha se e ka njohur zyrtarin e lartë gjerman me pikpamjet e opozitës për zhvillimet në Shqipëri. Berisha shtoi se Partia Demokratike është e vendosur për integrimin në BE të vendit. Përfunduam një takim me një mik të shquar të Shqipërisë, deputetin e Bundestagut, një heras edhe drejtuesin e grupit për Ballkanin Perëndimor në Bundestag, zotin Peter Beyer, një njohës i thellë i Shqipërisë dhe rajonit tonë. Unë e falënderova dhe shpreha mirënjohjen më të thellë zotit Peter Beyer, Bundestagut, CDU-s dhe qeverisë për interesin e tyre, për mbështetjen e madhe që i kanë dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe interesin e tyre për zhvillimet në Shqipëri. E informova dhe i paraqita të gjitha pikpamjet e opozitës lidhur me këto zhvillime dhe e sigurova se ne qëndrojmë të vendosur në projektin e integrimit të Shqipërisë në Europë si projekti më i mirë, projekti për të ardhmen më të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Natyrisht e njoha dhe me pengesat e mëdha, serioze, shumë të mëdha, me gjendjen e bllokimit të plot të sistemit të drejtësisë, kartelet e drogës dhe fuqinë e tyre shumë të madhe për shkak të lidhjeve të niveleve më të larta dhe vështirësi të tjera me të cilat ne përballemi, por dhe vendosmërinë tonë për të vazhduar përpjekjet në këtë vend që të realizojmë projektet që kemi. Deputeti gjerman i CDU-s, Peter Beyer, njëkohësisht drejtues i grupit për Ballkanin Perëndimor në Bundestag, zhvilloi këtë të martë një vizitë në selinë e PD-s. Ai u prit nga kreu demokrat Sali Berisha dhe deputetja Jorida Tabaku. Më herët, gjatë qëndrimit në Tiranë, Beyer zhvilloi një takim edhe me ministrin e jashtëm Ferit Hoxha.